Ka qenë një gangren, ka qenë një vend që gjithë Shkodra e di se si ka qenë markata këtu e peshkut dhe e mishit. Më në fund bashkia ka ndërhyrë me një projekt në financimin e saj, kemi projekt shumë mirë dhe jashtëzakonisht mendoj të vlefshëm për qytetin. Është do të thoja një projekt i cili përplotson të gjitha standardet e një shërbimi do të thoja unë europian qytet. Së bashku me pjesën e tregut frutaperimin do të kemi këtu një kompleks shërbimi mjaft mirë për qytetin. Sigurisht do bëjmë të 2-3 ndërhyrje në pjesën e hyrjes në treg për të sistemuar pjesën e hyrjes dhe mendoj do të kemi këtu një kompleks të vlefshëm. Unë jam shumë i gëzuar që bashkia më në fund erdhi në këtë moment dhe shumë shpejt mendoj në 2-3 muaj do ta kemi gati, shpresoj para festave të vitit të ri të jetë i vlefshëm për gjithë banorët e Shkodrës. Të gjithë dyqanet anësore dhe pjesa e dyqaneve brenda bashkë me ambientet ndihmëse. Këto do të jenë dhomat frigoriferike në të gjithë perimetrin e saj dhe dyqanet e shitjes në funksion të dhomave frigoriferike dhe dyqaneve anësore. Sigurisht ambientet ndihmëse të BC-ve, dhomat e zhveshje, një bar kafe do të jetë pjesë e brendshme dhe sigurisht gjithë infrastruktura nëntokësore edhe higjienike e tregut. Mendoj do të kemi treg brenda standardeve europiane.